Mjetet e tonazhit të rëndë dhe veçanërisht betonieret janë kthyer prej kohësh në një burim dotje për të gjithë qytetin e Vlorës. Qarkullimi i tyre me shpejtësi në shumë segmente rrugore ngre vetëm plur, duke shkaktuar ndotje të normave të lejuara, teksa nga ana tjetër shumë betoniere në qytet të mbushura sipër kapacitetit e derdhin betonin në rrugë, duke u bërë pengesë më pas për qarkullimin e automjeteve dhe duke dëmtuar segmentet rrugore. Petrit Nelaj, banues në lagjen 1 Maj, tregon se kjo situatë përsëritet çdo ditë, ku në bllokun e banimit ku jeton, kalojnë me 10 automjetet e tonazhit të rëndë të kthyer në shjetësim për banorët. Prej këtyre mjeteve, Nelaj thosë se po dëmtohet edhe biznesi në zonë, kryesisht bare dhe restorante, të cilëve nga ndotja i largohen edhe klientët. Petrit Nelaj kërkon zgjidhje të këtij problemi si një qytetar i Vlorës. Sipas tij, institucionet lokale duhet të angazhohen për të gjetur një zgjidhje e cila është emergjente për qytetin, duke devijuar qarkullimin rrugor të këtyre mjeteve në segmentet të tjera rrugore dytësore për të paksuar ndikimin negativ që ato kanë në qytet. Ka 24 orë që dije para dite dhe mbrëm deri në orën 11-12 natës, betonjeret pa fund, pluri pa parë duke derdhur dhe betoni rrugëve që të kryqëzimi të cepit dhe derisa vinte porta këtu e portit, vetëm betoni derdhur. Ai beton është thar, kalojnë betonjeret, plur, po mbyllen bizneses, nuk pihet as kafe. Un kam lokalin aty, ka nipi im lokalin. Ka nipi aty dhe të gjithë lokalit janë u bërë gati për të mbyllur. Dhe erën bërën protestë, mblodhëm këtu dhe nuk u ofrua njeri për të na ardhur. Erdhët ju e faleminderit si televizion, urdhoni ngjarja kushtu, live e direkt. Ka vënë kazmën ai për të heqë betonin. Gjithë ato betonjeret pa pushim, ai plur, nuk merr njeri përgjegjësi, nuk vin njeri se çan kokën njeri. Kjo është e gjitha, kjo ka 24 orë pa pushim. Sa mjete kalojnë gjatë ditës, nuk e besoj se është vetëm situata dje e mjeteve të tonazhit të rëndë që kalojnë. Ato janë burimi kryesor që shkaktojnë këtë, nuk e shkakton vetura apo autobusi që kalon 5 minuta ikën dhe futet në draget. Betonjeret janë pa pushim, 100-200 betonjere. Ky pluri automjeteve tonazhit të rëndë vin brenda në lokal, sa ulesh mbushen rrobat me plur, kafja nuk pihet, tavolina plot me plur. Po ju dëmton. Jashtë mase, është dëmtim i pa llogaritshëm. Nuk futet njeri, po mbyllen lokalet, janë gati për të mbyllur. Si pritet të zgjidhet, çfarë kërkoni? Kërkojmë na juve ta bëni sensibilizim bashkia, institucionet që e kanë përkatëse, të heqin, ta pastrojnë, ta vadisin edhe pas here, se betonjeret nuk pushojnë deri në 12 të natës. Nuk pushojnë, nuk ka radhë betonjeret. Ndofta ndalim mase nuk e kemi ne në dorë, po të paktën të gjejnë një rrugë tjetër për mos të kaluar në rrugë kryesore, janë gjithë biznese që mbyllen vetëm në pluri, është kancer. I paguajmë të tëra ato pagesat tona, pse s'vjen në punë? Pse s'vjen këtu në punë tani, të çfryzohet rasti atyre pagesave, taksave. Ke shpresë se kjo që mund të zgjidhet? Shpresoj, inshallah të zgjidhet. Po nuk zgjidhet këtu që parë gati për të bllokuar rruga. Po e lam për të ardhur një televizor për ta zgjidhur me shpresë për të na ndihmuar për ta zgjidhur këtë. Nëse nuk zgjidhet, do drejtohemi ndryshe në institucioneve tjera. Situata e tillë nuk është vetëm në bllokun e banimit 1 Maj, por në shumë akse dhe bllokë banimi në Vlorë. Krahas ndotjes të normave të lejuara, këto mjete janë kthyer edhe në një burim aksidenti, pasi shpesh në qytet qarkullojnë me shpejtësi të lartë, duke u kthyer në rrezik për drejtuesit e tjerë të automjeteve, por veçanërisht edhe për kalimtarët.